Doktor, tani në shtator konstituohet parlamenti. Për shkak edhe të eksperiencës, ju jeni deputeti më i vjetër. Do ta çelni seancën në shtator apo do të refuzoni njojën e zgjedhjeve? Unë vazhdoj betejën kundër kësaj vjedhje më monstruozën e 32 viteve në historinë e zgjedhjeve pluraliste. Këto vjedhje kësaj here, kjo vjedhje monstruoze, ka qenë një vjedhje paralajmëruar, mbasi është denoncuar paraprakisht në 4 rezoluta ndërkombëtare me forcë dhe fuqinë më të madhe. Spari, së dyti, kjo vjedhje që është të vërteta, këto janë denoncuar në mënyrë objektive në raportin e vëzhguesve paraprak të vëzhguesve ndërkombëtarë. Ne vazhdojmë betejën tonë qërë në rikthimin e të drejtës votës së lirë të shqiptarëve. Do ta çelni apo jo seancën? Urdhëroni? Do ta çelni apo jo seancën? Ju takon juve ta hapni. Ti jeni ndoshta për pak orë kryetari i parlamentit. Do bësh një pyetje. Ma thuj çfarë pyetje? Po lërë çfarë pyetje? Kjo pyetje e ka përgjigjen kjo. Do e hapësh. Nuk do mund të ndodhë në njëra. Do e hapësh. Nuk do mund të ndodhë në njëra jo. Dhe ju siguroj se beteja jonë do vazhdoj qërë në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve. Mos mendoj njëri se ne intimidohemi, as se ne impresionohemi për kundrazi. Çdo përpjekje për të përligj vjedhjen vetëm sa dëshmon amoralitetin dhe bashkëfajsin e të gjitha atyre që e ndërmarrin. Sepse vjedhja kësaj here ka ndodhur publikisht me vendime qeverie të pa e fsheh fare. Ndaj dhe ne qëndrojmë të fuqishëm qërë në rikthimin dhe kemi besim. Dhe kemi dhe besim se do t'ja dalim.